Duke qenë se kam kërkuar që në fillim seancës fjalën, por ka qenë e pamundur që të flas, dua të ngrej një shqetësim që ditët e fundit, javën e fundit, në fakt ditët e fundit ka qenë shumë prezent. Të gjithë jemi njohur me një editorial për sa i përket integrimit të përshpejtuar ekonomik të Ballkanit Perëndimor në tregun e përbashkët dhe në zonën Schengen, duke shtyr antarësimin e plot institucional të Shqipërisë për më vonë, e cila po paraqitet si një zgjidhje pragmatike në kohë tensionesh gjeopolitike nga dy vende që në fakt nuk shquhen asnjëri as tjetri për demokraci dhe zbatim të ligjit. Kjo politika e jashtme me Twitter dhe kjo politika e jashtme e qëndrimeve nëpërmjet gazeta duhet të përfundojë. Parlamenti i Shqipërisë ka nevojë që të marrë vendimet e duhura, të pjekura dhe ka nevojë që të përfshihet në vendimarrje sidomos për interesa strategjik dhe për të ardhmen e Shqipërisë, e cila shqiptarët e kanë zgjedhur me kohë në fakt që do të jetë në Bashkimin Evropian. Ky nuk është një problem teknik. Ky është një problem themelor. Bashkimi Evropian nuk është thjesht një treg pa tarifa doganore. Është një rend demokratik i ndërtuar mbi institucione të forta, mbi barazi para ligjit dhe një kufizim të pushtetit. Ky rend nuk është funksion i ndarë në pjesë. Historia e zgjerimit nga viti 1989 ka provuar qartë, integrimi ekonomik ka qenë gjithmonë pasojë e një transformimi institucional, jo zëvendësimi i tij. Vendet që janë antarësuar kanë ndërtuar një shtet funksional, drejtësi të pavarur, rregulla të qëndrueshme. Nga ky mjedis operues ka lindur më pas si rrjedhoi edhe rritja ekonomike, edhe prosperiteti për qytetarët e tyre. Baza e këtij prosperiteti ka qenë demokracia funksionale dhe sundimi i ligjit. Sot kërkesa me gazet e kryeministrit të Shqipërisë për t'i marrë përfitimet ekonomike, përpara se të përfundojë procesi i transformimit demokratik, përmbys këtë logjik. Përfitimet vijnë përpara standardeve. Kjo është një kthesë e rrezikshme që në afatgjat nuk i shërben askujt, as vendeve kandidate, as Bashkimit Evropian. Nuk mund të përthithësh fondet e BE-s pa garantuar standardet e institucioneve të BE-s. Fondet e BE-s janë të lidhura me shtetin e së drejtës, me konkurrencën e ndershme, me transparencën. Nëse ne ndërtojmë integrimin mbi premisën e vetëm përfitimit të fondeve përpara ndryshimeve demokratike, atëherë ne rrezikojmë që ta humbim këtë proces ashtu siç e kemi humbur për 12 vite të gjata në drejtimin e kësaj magjorance socialiste. Qytetarët shqiptar nuk janë të lodhur nga Brukseli, në fakt ato po largohen të shumt në numër drejt Brukselit. Ata janë të lodhur nga mungesa e drejtësisë dhe barazisë në shtëpinë e tyre. Të dhënat e barometrit Ballkanit tregojnë që prej vitesh një paradoks domethënës ekziston. Mbështetja për BE-n është më të lartë në rajon, ndërkohë që besimi tek qeveria, besimi ke institucionet vendase është i ulët. Integrimi shihet si një garanci standardesh, jo thjesht si një lehtësi lëvizje. Nëse sot i japim qeverive vetëm aksesin e zgjeruar ekonomik, pa garantuar institucionet e forta, ne rrezikojmë të forcojmë pikërisht deformimet që qytetarët duan të kapërcejnë. Kjo është një lojë me humbës të dy fisht. Së pari humbet e ardhmja europiane e Shqipërisë, më pas humbet dhe procesi transformues që fatkeqësisht në këto vite të gjata lëngimesh nuk po vjen. Shembujt janë konkret. Bujësia shqiptare vazhdon përballet me braktisje, me mungesë reale. Në ekonomi konkurenca deformohet nga klientelizmi dhe përqendrimi i vendimarrjes, hapja drejt tregut evropian pa korrigjuar këto mangësi vetëm se do të rrezikojë që t'i zgjerojë pabarazit. Një treg i lirë kërkon rregulla të forta, kërkon një ekonomi të hapur, kërkon drejtësi të pavarur, kërkon një shtet që e shmang llogaridhënien ashtu siç po ndodh sot gjithmonë më shumë në Shqipëri, dhe jo një shtet që kërkon rrugë të shkurtra. Thuhet se integrimi ekonomik i përshpejtuar do ta mbrojë rajonin nga influencat malinja, po influenca më e madhe malinje që ka Shqipëria sot është në qeverisja. Nuk ka absolutisht asnjë influencë tjetër dhe asnjë të keqe tjetër përveç asaj që po na qeveris. Ka raste pafund të ligjeve që janë miratuar në këtë parlament. Për këtë arsye, procesi transformues i Bashkimit Evropian, ai që kërkon reforma reale në shtetin e së drejtës dhe ndërtimin e një rendi kushtetues funksional, nuk është pengesë për stabilitetin, është garanci për të. Ekziston nga ana tjetër edhe një rrezik tjetër, një rrezik edhe më i heshtur. Fakti që Shqipëria mund të kthehet në një periferi të përhershme, një model ku vendet marrin fonde për akses tregtar po mbeten me status të paqartë politik, me llogaridhënie të dobët, një formë e re ballkanizmi që qeveria shqiptare ka shumë qef, jo territorial, por normativ. Një ndarje brenda projektit evropian, ku barazia e standardeve do zëvendësohet nga menaxhimi i diferencave. Shqipëria nuk duhet ta synojë këtë. E për këtë me keqardhje kemi vënë re se javët e fundit Shqipëria nuk është më
në agjendë për të diskutuar. Prej javës shtyhet vendimi i Koelës për të marrë në diskutim raportet i barë që duhet ishin marrë këtu e javë më parë. Dhe ditën e hënë Mali i Zi diskutoi raportin e tij të radhës, por Shqipëria i mungon të agjendës së mbledhjes. Ashtu siç e keni vënë re që edhe ndryshimet e qeverisë duket se nuk e kanë ngrohur Brukselin. Ne presim akoma që të zbatojnë vendimet e gjykatës kushtetuese. Ndryshimet e njëanshme të rregullores vetëm e thellojnë përçarjen që ekziston sot ndërmjet qeverisë shqiptare dhe detyrimeve që ka Brukseli. Mbrojtja politike dhe përdorja e mandateve si një mburoj politike për mandatin e zëvendës kryeministres është testi nëpërmjet të cilit kalon Shqipëria në proces të integrimit. E duke qenë qartësisht në shkelje të këtij testi dhe të kësaj prove, sigurisht që qeveria shqiptare nuk ka se zgjedh tjetër, po zgjedh të bëhet bashkë me Serbinë për të propozuar iniciativa të cilat së pari nuk kanë dalë nga ky parlament dhe së dyti nuk dalin nga vullneti i lirë i qytetarëve shqiptar. Qeveria që erdhi me pasaportën europiane dhe ndante atë si tapit e shtëpive, sot e ka çuar Shqipërinë në një kthes shumë të rrezikshme. E ka vendosur Shqipërinë në një udhkryq shumë të rrezikshëm për të ardhmen e saj. Dhe unë jam e sigurt që qytetarët shqiptarë sigurisht që e kuptojnë këtë. Qytetarët shqiptarë kuptojnë se kur vjen radha për të mbrojtur korrupsionin apo për të qëndruar atij përballë, qeveria shqiptare zgjedh gjithmonë për ta mbrojtur atë. Qytetarët shqiptarë kuptojnë që reforma në drejtësi selektive, ku disa janë më të barabartë se të tjerët, është pengesë për procesin e integrimit. Qytetarët shqiptarë kuptojnë se zgjedhjet e lira dhe të ndershme që janë një test për këtë proces janë pengesë tjetër për integrimin, ashtu siç e kuptojnë që korrupsioni në tendera, në koncesione, ligjet selektive, shkelja marrëveshjes të stabilizim asocimit, po kthehen gjithmonë e më shumë një barr. Për këtë arsye ky parlament ka nevojë që të mbajë një qëndrim të qartë, së pari të distancohet nga aventurat në të cilat Shqipëria po tenton të futet, ashtu siç ishte Ballkani i hapur, e së dyti të orientojë Shqipërinë drejt të ardhmës së saj europiane si e vetmja rrugë pa kompromis për të ndryshuar Shqipërinë, për ta përmirësuar atë, e së fundmi për ta bërë atë antare të Bashkimit Evropian. Unë jam shumë e sigurt që kjo nuk ka ardhur me këtë qeverisje, nuk do të vi me këtë qeverisje. Shqiptarët janë shumë të sigurt që të gjitha ndryshimet madhore, që nga antarësimi NATO deri tek firmosja e marrëveshjes të stabilizim asocimit, kanë ardhur në qeverisjen e Partisë Demokratike. Pavarësisht çdo lloj problematike, pavarësisht çdo lloj problemi, asnjëherë nuk ka pasur kompromis për të ardhmen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kështu që i bëj thirrje kolegëve të paktën atyre që kanë mbetur me arsye të distancohen nga këto aventura e t'i ofrojmë Shqipërisë, t'i ofrojmë shqiptarëve atë të ardhmen në Bashkimin Evropian që e kanë dashur që 1990. Faleminderit.